Selam aleikum, një pyetje kisha, a është e shkruar në ndonjë libër që Zoti ka thënë që njerëzit duhet të jenë musliman, thot të krishterë ose ndonjë emër tjetër? Faleminderit. Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Atëherë, Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Wa raditu lakumul islam dina", dhe zgjodha për ju Islamin si fe. Ndërsa në një ajet tjetër, Allahu i lartësuar thot: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kushdo që kërkon një fe tjetër përveç Islamit, ajo nuk do t'i pranohet atij dhe ai në botën tjetër do t'jetë prej të humburve. Allahu i lartësuar në Kur'an thot, pra në ditën e gjykimit do të ndodh kjo gjë. Ngjoje. Ja ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulu al-jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Do të therasi madhi Zot ditën e gjykimit. O robërit e mi, për ju nuk ka frikë sot, as nuk do të pikëlloheni. Ju që i besuat shpalljet tona, e ishit musliman. Hyni në xhenet të gëzuar, ju bashkë me bashkëshortet tuaja. Kështu thot Allahu i lartësuar në Kur'an. Pra ajo që i bën dobi njeriu ditën e gjykimit, është feja, është besimi, është adhurimi Allahut lartësuar një të vetëm, është besimi dhe pasimi i profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. E nëse njeriu jeton këtë botë duke adhuruar Allahun e lartësuar një të vetëm, duke besuar dhe pasuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, fiton lumturinë e përjetshme në botën tjetër, xhenetin. Dhe argumentet ti përmenda prej Kur'anit. Elusim Zotin e gjithësisë që të na bëj prej atyre që jetojnë ashtu siç kënaqet i madhi Zot në këtë botë.